nuk e dinja, para pak vitesh e kam marrë vesh që historia nuk është lënë e detyrueshme për të dhënë në maturë, por është lënë me zgjedhje. Dhe jam befasuar, për shembull, kam qelluar që kam bërë mësim tek gazetari komunikimi. Sepse nganjëherë dhe ne zhytemi në atë rutinën e punës dhe merremi vetëm me brenda llojit në një farë mënyrë tonën histori, student historisë, dhe kur kupton që studentët degëve të tjerë nuk kanë bërë histori në gjimnaz. Dhe më është dashur të filloj për pavarësinë me rilindjen, një shekull para për të shpjeguar studentët, sepse nuk njihnin jo vetëm figurën, por nuk njihnin procesin e pavarësisë, se si shqiptarët u bën pavarur. Si erdhi? Po janë studentë që nesër do bëhen gazetar. Shkenca komunikimi, do bëjnë gafa historike, por nuk është problemi vetëm i gafave, por nuk do kuptojnë, të shpjegojnë ngjarjet, rrethanat, situatën gjeopolitike. Lufta në Iran që u vuan pushimi, pse ndodhi? Cilat janë trashëgimitë? Cila është historia mbrapa? Në fakt kemi një kakofoni analizash, informacionesh, disa informacione. Nga vjen kjo? Nga padia. Padia, po. Nga padia dhe nga mos të marrurit seriozisht të lëndëve të tilla humane, por që janë, mendoj, formuese, jo vetëm për karakterin e njeriut, por janë formuese për një profesionist të mirë.